Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur se janë përmbyllur përgatitjet për provimin e radhës të maturës shtetërore atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë që zhvillohet ditën e martë 9 qershor. Pas mbledhjes së fillimjavës me 52 zyrat vendore të arsimit, drejtoritë rajonale dhe komitetin e organizimit maturës, ministri njoftoi se ka përfunduar procesi i hartimit të tezës dhe ka nisur shpërndarja e materialeve të provimit në bashkëpunim me Postën dhe Policinë e Shtetit. Tema e mbledhjes sot ishte jo vetëm përgatitja e të gjithë këtij ekipi të madh 2000 e më shumë administratorë të procesit provimit që janë mësues, 170 monitorues nga Ministria e Arsimit dhe Agjencitë e Varësisë, 650 vlerësues do të marrin pasaj stafetën për të bërë vlerësimin e tezave dhe të rezultateve të provimit, por meraku më i madh është gjithë procesi i komunikimit me administratorët, prindrit, mësuesët kujdestar edhe vetë maturantët. Kumbaro falenderoi anëtarët e grupit hartimit të tezës, të cilët kanë punuar të izoluar prej ditësh për përgatitjen e testit. Ajo theksoi se është e rëndësishme që edhe provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë të zhvillohet me të njëjtat standarde si provimi i parë i maturës, duke kujtuar se respektimi i rregullave mbetet i panegociueshëm. Është shumë e rëndësishme që të kemi dhe nesër një proces po aq të suksesshëm sa java e kaluar dhe të kujtojmë që nuk duhet në asnjë mënyrë të shkelim rregullat. Penalitetet do të jenë edhe më të rrepta këtë vit. Me keqardhje duhet ta them që në javën e kaluar 2 maturant i shkelën rregullat dhe arritën të futen me celular, por u kapën në kohë reale nga administratorët e provimit. Ata u penalizuan, janë përjashtuar nga sezoni i provimeve, me shumë keqardhje them këtë, dhe duhet që askush të mos të bëj këtë eksperiment sepse pasojat janë të rënda. Dhe do të jenë pasojat ndëshkuese jo vetëm për nxënësit që do të shkelin rregullat, por edhe për administratorët në rast se do të vërtetohet që do të jenë pjesë e përgjegjësisë. E rëndësishme është që këtë sfidë ta kalojmë të gjithë së bashku. Unë jam e bindur që 26.600 maturantët që marrin pjesë në provime janë të shkëlqyer, janë të përgatitur, kanë bërë gjithë punën e tyre, tani ngelet etapa e fundit. Uroj me gjithë zemër suksese dhe nesër të kemi po aq një ditë të suksesshme.